Tani unë jam këtu në një vend të ri, ishkim pak për me vizitu një ishull këtu, kjo e tëra është ishull, por do ishim me i vizitu disa gurë që janë shumë të njofshëm, të famshëm, që shifen edhe në për Instagram, po kërkush pa të vërtetën s'ta të tregon, edhe për që ta thomë nuk duhet me besu gjithë shka që farë shofim në për rrjetet sociale edhe në për mediat. Ato ku dashte me shku na, ishte pa mundshme me shku, sepse aty duhesh me shku vete me ani, ne nuk i kemi dit, as kur s'na ka tregu, dhe tani kemi mbet këtu, as vet nuk e di ku jam, po hecim, sepse s'ka as taksi, as nuk ka autobus. Po që kjo është pra, kur thamë unë me marrë pjesë në jetën edhe pse i du udhëtimet, ju çdo herë duhet më na shku gjithë shka perfekt. Tani për shembull, se po thëmë se s'duhet me besu, sepse kërkush s'ta tregon të vërtetën, pra kërkush as kund, edhe sa kom kërku informacione, nuk e kom gjetë që ta ato gurë duhet me shku vete me ani. Okej? Tani nuk shkum të ato gurët, edhe ndryshu mendim, po shkojmë diku tjetër, po që thjesht është një vend i huj, është i pa njofshëm, jam me fëmijë me burrin, duhet pak me kalu në për frikë, është gjithmonë ajo gjenja mbijetesës, frika është gjithmonë këtu, amo kur ja del, ke marrë pjesë në për frika, në për devijimet ndryshme. Kjo është eksperiencë, që kjo është jetë. Kur i kalojmë qëto, kur kalojmë kësi gjore për shembull, kësi gjona në jetën tonë, na bëhemi më të fortë, sepse e dim që ke kalu në për frigat ndryshme, në për sfidat ndryshme, ndonjëherë sa ke dol, o do është me marrë një tjetër rrugë, një tjetër destinacion, një tjetër mënyrë, një tjetër zgjidhje. E pikërisht që kjo është jeta, edhe që kjo të bënë më një mirë, që kjo të bënë më një ma fortë, që kjo të arrit vetëbesimin, që kjo të bënë të pandalshëm, që kjo të mëson se jeta nuk është gjithmonë drejtë, se nuk është çdo herë më shku ashtu sipas planit gjithçka, edhe është thjesht mrekulli. E që kjo të bënë më të fortë. Jo vetëm me ndajnë shtëpi, me afirmu, me shkru, po mos me marrë pjesë në jetën. Ju garantoj që veç me afirmime dhe veç me shkrime nuk mundi me mri kur që jetë. Me marrë pjesë në jetën, kjo është mrekullia e Zotit. Që një vend të ri që s'kom kon kur, së është fjera e parë. Unë kom përjetu shumë kësi raste, kësi ngjarje, kësi vene, kësi gjitha, po mu bashkë kjo më gjallë. Më gjallë edhe më marrë një jetë. Diçka tre që se ka pasur një kur më parë, atë si do më rënë depresion, s'është e mundshme më rënë depresion, as është e mundshme më frigu të ardhmes, sepse ke kalu në për rastet ndryshme. Nuk është vetëm udhëtimi, po gjithçka në jetë, po thjesht e marr pjesë në jetën, po diçka më ndryshe. Jeta sa më shumë që fascinohem nga jeta na, jeta neve na shpërblen më shumë. Jeta është lojë, e kush se kupton, bjen depresion, ka pankthi, kapin frikat, stepet mrapa, s'ka vetë besim, s'ka vetë vlerësim, s'ka vetë dashuri. Shtë ma që mallin si para që po isha fëmin që u dufte me prita autobusin e zvike me orë të tëra. Hajde mi më pofshim se për një metash duhet me këshirë se ku jam, edhe ku po shkoj.